Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që jemi të urdhëruar ta pasojmë atë që është shpallur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Egot tona, nefsit tona duhet ta pasojnë shpalljen. Ajo shpallje ta pason nefsin e egon tonë. Siç vërejmë dhe shohim në shumë raste ku ndodhin devijimet për shkak të tentimeve të ndryshme për t'ja përshtatur shpalljen egos, e jo egon shpalljes. Kur tentojmë në rast të momente të ndryshme për t'ja përshtasim shpalljen egos nefsit, duke ja bërë qefin vetvetit, duke u munduar në mënyra të ndryshme me interpretu fenë islamin në mënyra të ndryshme vetëm që t'i bëjmë qef vetvetit, këto janë momentet e devijimit dhe shkatrimit. Por kur nefsin, egon, ja përshtasim shpalljes dhe e detyrojmë nefsin që ta ndjekë shpalljen, atëherës ne kështu shpëtojmë dhe zemrat i pastrojmë.